Në kuadër të muajit sensibilizues për kancerin e gjirit, Departamenti i Gruas pranë Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës organizoi aktiviteteve të dijesues. Dashuria ndaj vetës fillon me kujdesin për shëndetin. Udhëheqja e Departamentit të Gruas Vajgjide Bunjaku tha se përmes këtyre aktiviteteve synojnë të jenë pranë atyre grave që kanë nevojë si nga ana financiare, ashtu edhe nga ajo shpirtërore. Të jemi të kujdesshme ndaj vetvetes, sepse kemi edhe përgjegjësi edhe amanet nga Zoti Xheleshanuhu. Urojmë që ky aktivitet të jetë ndër aktivitetet që ne si Departament i Gruas e kemi bërë, që të mundohemi, gjindemi pranë atyre grave, cilat kanë nevojë në mbështetjen materiale. Por jo vetëm kaq, por t'i dalim në ndihmë edhe nga ana shpirtërore, nga ana fetare, që sadopak ta përballoj smundjen. Në këtë ngjarje, radiologja Ganemete Bytyqi foli mbi rëndësinë e kontrollave të rregullta, mënyrën e zbulimit të hershëm të kancerit të gjirit dhe kujdesin e vazhdueshëm shëndetësor. Stadi sa më i hershëm, mjekimi më i suksesshëm. Vetëm në këtë formë mund ta luftojmë këtë smundje të kopshme. Kemi lojme të mira dhe nga klinika e onkologjisë, e cila thotë që zbulimi i hershëm dhe terapitë e reja që kanë dalë në përdorim e kanë rritje gjatësinë e grave të prekura me kancer gjiri. Viti 2024 ka shënuar një rritje më të lartë, 640 raste të reja me kancer gjiri, ndërsa në vitin 2025 deri në fund të shtatorit janë identifikuar 330 raste të reja me kancer gjiri. Kurse Florentina Tërmkolli folin nga aspekti fetar për rëndësinë e shëndetit. Islami ju e dini se i dha rëndësi të veçantë shëndetit. Përkushtimi i pesë për shëndetin është i madh, për shkak të lidhjes së tij fillimisht me objektivat e Islamit, e më pastaj me praktikimin e këtyre objektivave në jetë. Dietarët e mëdhenj të nderuara, pas objektivit të besimit, e që e dini ju se feja jonë ka 5 objektiva më të rëndësishme. Pas objektivit të besimit, me njëherë e vendosen objektivin e shëndetit, njeriu, jetën e tij dhe shëndetin e tij. Ndërkohë, Gülteni Dërguti trajtoi temën e rëndësisë së mbështetjes emocionale dhe ndihmës psikologjike për gratë që janë në proces të kurimit apo që e kanë kaluar këtë sfidë. Ne e shohim në rrethin tonë se jo çdo person që ka kalu kancer është i ligësht, është domethënë emocionalisht keq. Sigurisht që ndoshta e keni përjetuar edhe vetë, ndoshta keni anëtar të familjes ose në rrethin shoqëror. Mund të shihni edhe njerëz që kanë pas kancer dhe ishin të buzëqeshur, ishin të harreshëm, ishin edhe aktiv. Por çfarë arsye atëherë mendohet që kanceri, domethënë ndryshon jetën e njeriut, po flasim edhe në aspektin psikologjik. Pikërisht është që kjo, sepse mënyra që ne e përjetojmë, gjanat që ne i themi vetes në një ngjarje traumatike, në një ngjarje shqetësuese, ajo e bën me e perceptu dhe me përjetu më të rrezikshme, ose e bën me e perceptu dhe më normale. Gjatë këtij aktiviteti u organizua një aksion simbolik për grumbullimin e mjeteve financiare që ju dedikohen të prekurave me kancer të gjirit.